Bllokada disa mujore e Kuvendit të Republikës ngadalsoi rrugën e shtetit drejt Bashkimit Evropian sipas raportit të progresit për Kosovën. Madje Kosova nuk përfitoi as nga plani i rritjes i BE-s për Ballkanin Perëndimor. Pavarësisht përkushtimit të qeverisë dhe mbështetjes publike për rrugën evropiane të Kosovës, të shoqëruar me një komunikim pozitiv mbi procesin e integrimit në BE, politika e brendshme përçarëse vazhdoi të pengoj zbatimin e agjendës së BE-s. Përparimi gjithashtu ngandalsua për shkak të jo efikasitetit të Kuvendit dhe bllokadës politike pas zgjedhjeve të përgjithshme. Raporti përmend se Kosova nuk ka shënuar progres në lirinë e shprehjes. Këtu kritikohet edhe ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave që u anulua nga gjykata kushtetuese. Kosova ka një nivel të caktuar përgatitjeje, por nuk ka bërë përparim. Gjykata kushtetuese e anuloi ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, duke u dhënë autoriteteve udhëzime të qarta për të siguruar hartimin e shpejt të një ligji të ri, ndërsa peizazhi mediatik është pluralist. Ai përballet me sfida që lidhen me transparencën e pronësisë mediatike dhe qëndrueshmërisë financiare. Mjedisi në veriun e Kosovës mbetet kufizues duke nxitur autocenzur midis publikut, mediave dhe shoqërisë civile. Raporti përmend se kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përdorur gjuhë fyese ndaj mediave. Bashkimi Evropian kumton se largimi i masave ekonomike të vendosura në vitin 2023 varet nga transferimi i rregullt i qeverisjes lokale në komunat veriore. Marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zbatohen. Sipas raportit, Kosova ka bërë një far progresi në luftimin e krimit të organizuar. Progresi në dialog social thuhet të jetë i kufizuar, njësoj edhe në mbrojtje të natyrës. Shteti me më së shumti progres është Mali i Zi i pasuar nga Shqipëria. Kosova dhe Serbia, të dyja patën kriza politike që bën procesin të ngecë. Raporti i progresit përfshin një periudhë nga 1 shtatori i vitit 2024 deri më 1 shtator 2025.